Mirë se erdhët në emisionin tonë përjavshëm Okult me avokatin. Një përshëndetit për zemër si gjithmonë nga unë avokat Artan Gjuzi. Falenderojmë gjithashtu si gjithmonë Zotin Cako, sponsorat tanë që bëjnë të mundur me anë të këtij podcasti, këtë emision që të jemi më afër jush, të ngrem zërin bashkarisht për të dëgjuar më fort, për të kërkuar çdo të drejtë të cënuar, çdo të drejtë të mohuar, çdo të drejtë të shkelur për sa i përket pronës, të cilën e kemi dhe temë të përjavshme në këtë emision. Sot do të kemi një temë shumë interesante dhe një nga më të rëndësishmet e gjithë këtyre podcasteve, gjithë këtyre ditëve që i kemi bërë podcast për temën për pronësinë. Sot do të flasim për pronën e zhdukur të emigrantit. Si u mbasin pronën emigrantët, një pjesë e mirë atyre që punojnë dhe jetojnë jashtë Shqipërisë, por që problematikat që hasin janë të shumta për shkak të largësisë, për shkak të burokracive dhe për shkak të një sër problematika që ka në Shqipëri lidhur me pronën. Si fillim ju përshëndes nga zemra, kudo që ndodheni, në Shqipëri, në Itali, në Greqi, apo do jetë cep të tjetër të botës, më fali. Ky është një tjetër episod nga podcasti ynë që trajton të vërtetat e rënda dhe shpesh të heshtura mbi pronën, drejtësinë dhe ato prona që janë të trashëguara që nuk po merren dhe nuk po gëzohen dot nga shumë individ, po sidomos nga emigrantët. Ndaj mos nguroni të na bëni subscribe në kanalin ton dhe të na shkruani për çfarë lloj problematike që keni, që hasni, të ndani me ne historitë tuaja ose historitë të ngjashme të afërmit tuaj. Këshillat dhe mendimet tona do t'i keni gjithnjë në dispozicion, sigurisht gjithmonë pa pagesë. Kemi vendosur që ta ndajmë këtë temën e sotme, prona e humbur e emigrantit. Kemi vendosur për shkak të rëndësisë, për shkak të problematikave që ka, për t'i dhënë mundësi dhe shumë emigrantëve që ta dëgjojnë, të na pyesin, të kërkojnë këshilla nga ne, të na ndjekin. Kemi vendosur ta ndajmë në dy pjesë. Do flasim sot, por do flasim dhe në emisionin që vjen për pronën e humbur të emigrantit. Sot do doja të flas për këtë plagë që në fakt nuk është plagë që gjakos trupin, por shpirtin dhe dinjitetin. Për pronën që shumë emigrantë shqiptar kanë humbur ose shumë të tjerë rrezikojnë ta humbin. Jo sepse nuk e merituan, por sepse janë larg, sepse besuan, sepse u larguan për një jetë më të mirë dhe sepse kanë besuar gjithmonë në drejtsinë tonë, në drejtsinë e vendit tonë, por që atë nuk po e gjejnë sot e shumë vite me radhë. Ka problematika të shumta fakt që përse emigrantët hasin vështirësi në regjistrimin e pronës ose që të marrin pronën e tyre. Disa nga shkaqet, nga faktorët janë legalizimet. E kemi folur në gjithë temat tona, në gjithë episodet tona. Legalizimet në fakt mund të kenë ndihmuar ose mund të kenë ardhur në ndihmë shumë njerëzve, por ama kanë cënuar të drejtat e shumë njerëzve të tjerë, disa të individëve të tjerë, të pronarëve të tjerë. Disa nga këto individ që janë cënuar dhe vazhdojnë të cënohen nga ligji nga legalizimet, sidomos dhe ato pa kriter, janë dhe emigrantët, individ që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Aluizmi, mungesa e verifikimit të pronës, mungesa e verifikimit të origjinalitetit të pronës, origjinës pra të pronës, konflikti midis dërtuesve dhe pronarëve të tokës, pronarët legjitim të tokës, janë disa faktorë që cënojnë dhe sjellin vështirësi për emigrantët për regjistrimin dhe për njohjen e pronës së tyre, për regjistrimin e pronës. Emigrantët u mbasin ose nuk arrin të regjistrojnë pronën për shkak edhe të mungesës së aksesit të informacionit ose informacionit që shkon tek ta i manipuluar. Ka disa raste të tjera në fakt që janë të shpeshta që dëmtojnë pronën ose të drejtat e pronësisë për emigrantët, janë prokurat falso, humbja e dokumentave ose ka ASHK që janë djegur dokumentat. Këto e vështirësojnë shumë njohjen e pronës ose marrjen e pronës të emigrantit që janë pronarë të ligjshëm të pronës. Mungesa gjithashtu e digitalizimit, abuzime të tjera që me fakte reale janë gjithashtu pengesë
pengesë për emigrantët për të marrë pronën, për të njohur pronësinë. Në Shqipëri, fakt çështja e pronës është një temë që ka prekur dhe vazhdon të prek shumë individ, por veçanërisht emigrantët që jetojnë jashtë vendit. Procesi i legalizimit si stam dhe regjistrimit të pronave ka sjell dhe do të sjell sfida të mëdha për ato që janë larguar nga vendi për një periudhë të gjatë kohore. Në këtë diskutim do të shqyrtojmë se si emigrantët përballen me vështirësi të shumta në lidhje me pronën e tyre dhe si mund të gjejmë një zgjidhje për këto problematika. Një nga sfidat kryesore që me të cilat përballen emigrantët është procesi i legalizimit të pronave të tyre. Në shumë raste, ndërtimet pa leje janë bërë objekt i legalizimit. Pra çfarë ndodh? Duke abuzuar me largësinë ose mos prezencën e emigrantëve në tokat e tyre, shumë persona kanë përfituar duke bërë ndërtime abuzive në tokat ose në pronën e emigrantëve dhe si rrjedhoj janë nështruar procesit të legalizimit. Pra, ndërtimet pa leje në tokat të emigrantëve kanë sjell një kaos, një gjendje konfuze për emigrantët, për cilët kjo kthehet në një vështirësi shumë të madhe reale. Emigrantët që jetojnë jashtë vendit shpesh kanë dhe vështirësi për regjistrimin e pronave të tyre. Pra, duke qenë larg, duke qenë të mos informuar për hapat që duhet ndjekin, për si duhet të ndjekin ato regjistrimin e pronës së tyre, këto krijohet edhe një vështirësi e madhe në regjistrimin e pronës të emigrantëve, prona që vjen pra origjina e tyre është nga trashëgimia. Ka mira shqiptarë që prej viteve 90 janë larguar për të ndërtuar jetën diku tjetër, duke pasur vite punë të ndershme, sigurisht në ndërtim, në bujqësi apo dhe në shërbime të tjera, në Itali, Greqi dhe gjetë. Ata pra kanë ndërtuar para dhe shtëpitë e tyre. Kanë ndërtuar shtëpi, kanë bler toka, kanë besuar të familjar për të ruajtur edhe menaxhuar pronat e tyre, bëhet fjalë për pronat që janë në vendin tonë, në vendin e origjinës së tyre. Por vit pas viti, kthimi në Shqipëri për shumë prej tyre është bërë më i dhimbshëm. Kanë zbuluar se toka është zënë nga dikush tjetër. Shtëpia është legalizuar nga ndonjë fqinj i shpejt në thojza, apo dokumentet janë zhdukur nga zyrat shtetërore si me magji. Ka shumë raste, pra siç e thamë në fillim në hyrje të këtij diskutimi, ka shumë raste që hipotekat kanë zhdukur ose janë ndjekur regjistra të tërë dhe nuk gjenden në asnjë arshiv të vendit. Do të flasim më poshtë edhe për shembuj të tjerë, me cilët do të ilustroj këto që po ju them tani. E kam takuar Astritin 58 vjeçar nga Elbasani, që për 25 vitesh jeton në Greqi. Ai kishte tokën të trashëguar nga Jadi, por tokën momentalisht nga që punonte, nuk kishte mundësi punonte dhe jetonte në Greqi, e kishte lënë të papunuar për ta menaxhuar, për ta poseduar këtë pronë që i vinin nga Jadi për një periudhë më vonë. Shpesh emigrantët fakt kanë menduar dhe kthimin në Shqipëri dhe për këtë arsye ato shtëpi ose prona të tjera i lën për më vonë ose për momentin kur do kthehen në Shqipëri. E kishte lënë pra pronën e tij për të ndërtuar një shtëpi. Kthimi, ta quajmë një shtëpi kthimi. Kur erdhi pas pandemisë, zbuloi se në tokën e tij ishin bërë ndërtime me letra, me firma, me vula të tjera. Pra, tokë e tij që vinte nga trashëgimia nga Jadi, por që ai nuk kishte pasur mundësi ta regjistronte, ta hipotekonte, sepse ishte larg, jetonte dhe punonte në Greqi. Dhe çfarë ndodhi? Çfarë bëri shteti kur personi u ankua, shkroi, u ankua në instancat drejtuese, ligjzbatuese, shteti i thotë që tani gjërat kanë avancuar, tani është vonë, tani duhet i drejtohesh vetëm gjykatës. Këto nuk janë vetëm gabime teknike, janë struktura, janë njerëz që profitojnë nga mungesa e emigrantit, nga mosprania e emigrantit, nga distanca e emigrantit. Kemi parë prokura të falsifikuara. Kemi parë kushurinë që kanë regjistruar prona pa dijenin e të Zotit. Kemi parë njerëz që s'kan asnjë lidhje gjaku me tokën,
por e kanë futur në proces legalizimi si toka e tyre, duke përfituar gjithmonë nga mungesa e pronarit të ligjshëm, nga mungesa e emigrantit. Aluizmi, kadastra, noterët, avokatit, një rrjet shpesh herë i eshtur, por që mjafton që ti të jesh larg dhe këto së bashku krijojnë një realitet ndryshe, një realitet të rrem, një realitet falso, për t'ia dhënë tokën dikujt tjetër, pra për ta gëzuar pronën dikush tjetër që nuk është pronar i ligjshëm. Të humbasësh pronën nuk është një çështje, thjesht një çështje ekonomike. Është si të marrë një pjesë të identitetit tënd, një copë adheu që ti e mban me vete, e mban në mendje dhe e mban si alternativë e kthimi në shtëpinë tënde. Dhe kur vjen për ta gjetur, kur vjen për ta marrë, ajo është zhdukur, ose më keq, ajo i përket tashmë dikujt tjetër. Ka fëmijë emigrante që nuk duan të kthehen në Shqipëri, sepse thonë atje nuk kemi më asgjë, nuk kemi më shtëpi, nuk kemi më pronë, nuk kemi më tokë. Dhe kjo është tragjedi, kjo është një tragjedi e madhe, kur adheu bëhet ose rëndohet më shumë, kur adheu jot, vendi jot të thot me fjalë të tjera këtu nuk ka vend për ty. Pra, grabitja e pronave kthehet, siç e shikojmë, kthehet në një problem më të madh akoma. Kthehet në një urrëtie për vendin tonë. Pra shumë emigrantë, fëmijë emigrantësh rriten me një urrëtie ose mos vlerësim ose përçmim të adheut të tyre për shkak të këtyre fenomeneve, për shkak të grabitjes pronës, për shkak të grabitjes së djersës trashëgimisë të prindërve të tyre. Dhe nuk duan të kthehen më absolutisht në adhe. Do ju flas sot për një shembull shumë real, e kam të përjetuar nga eksperienca ime, nga eksperienca e punës time. Dua t'ju flas sot për Fatmir Elmazi, një qytetar që jetonte në Berat, së bashku me bashkëshorten e tij blen në fund të viteve të 10, në fillim të viteve 90 blen një shtëpi në një nga lagjet e Beratit. Fatmiri e regjistroi kontratën e shitblerjes, procedurat ishin të rregullta tek noteri publik dhe e regjistroi kontratën e shitblerjes në kadastër. Por gjatë viteve 96, 1996, 1997, si shumë shqiptar të tjerë, edhe Fatmiri emigroi së bashku me bashkëshorten e tij për në Greqi, për të punuar atje, për të siguruar një jetë më të mirë. Shtëpinë ja la në fakt ta menaxhonin familjarët e tij, babai, vëllezërit e tij. Kur u kthye pas shumë vitesh, pësoi një zhgënjim të madh. Prona s'ishte më, nuk ishte zhdukur apo nuk ishte prishur, por dokumentat në hipotekë ishin zhdukur. Arshiva e gjykatës të Beratit për fat të keq ishte djegur dhe letrat ishin falsifikuar nga familjarët e tij, duke ja grabitur në këtë mënyrë pronën, djersën, mundin, identitetin e Fatmirit. Strukturat e korrupsionit kishin vepruar përsëri dhe në këtë rast zoti Elmazaj vazhdon sot e kësaj dite të endet dyerve gjykatës për të kërkuar pronën e tij, për të kërkuar djersën e tij, por ende nuk e ka gjetur, si shumë shqiptarë të tjerë që me vite rrollaten dyerve gjykatës. Për fatin e tij të keq, familjarët e tij që ja kanë grabitur pronën me falsifikime, me manipulime, nuk e lën të hyjë më as në shtëpinë që ai e ka bler me para, me djers. Emigrantët kanë vite që me djersën dhe punën e tyre kanë një rol kryesor në ekonominë e vendit. Ata kontribuojnë duke dërguar vazhdimisht para në vendin tonë, por për fat të keq, shpesh pronat e tyre konsiderohen si mall pa zot. Një tokë e lënë pa punuar, një shtëpi e mbyllur me kyç prej vitesh, një obor i mbuluar nga ferrat nuk janë mall pa zot. Ato i përkasin dikujt, ato kanë një pronar, ato kanë një zot, por thjesht personi nuk gjendet aty, mungon aty, është në një vend tjetër, ka krijuar një mundësi tjetër për të fituar ose për të siguruar jetën pra në një vend tjetër. Kjo histori
e mallit pa zot, pra e tokës ose e pronës mallit pa zot, duhet të marrë fund një herë e mirë. Shteti hesht ndaj padrejtësive që i bëhen pronës të emigrantëve. Shteti të thot shkon gjykatë, kjo është fjala e tij vetëm dhe e fundit, ose më e mira që mund të thot ndaj teje. Thot shkon gjykatë, nuk kemi çfarë të bëjmë, por kjo duhet të marrë fund një herë e mirë. Një familje nga Tirana kishte bler një pronë apartament në Tiranë, si shumë të tjerë që mendojnë kthimin, siç e thash, mendojnë ka shumë emigrantë që mendojnë kthimin atje. Kjo familje kishte menduar të njëjtën gjë. Për shkak të burokracive, pallati ku ndollej apartamenti nuk ishte hipotekuar. Dokumentacioni i vetëm që disponohej ishte kontrata e shitblerjes. Ka firma në fakt për një ose për dy arsye që ende sot e kësaj dite nuk është hipotekuar, nuk janë hipotekuar pallatet që kanë ndërtuar. Dhe kam përshtypjen se ka dalë një vendim i Këshillit të Ministrave që do të ndihmojë të gjithë firmat për të legalizuar, për të hipotekuar pallatet që deri tani nuk janë hipotekuar, dhe besoj se për shumë qytetarë do marrin fund të vuajtjet. Por çfarë ndodhi më pas? Motra e personit që bleu apartamentin, një ditë të bukur hyn forcërisht, kthehet nga Italia dhe hyn forcërisht në apartament në banesë, me pretendimin se kjo ishte një pronë që i takonte edhe nënës së saj, dhe nëna saj kishte lënë një testament që kjo mund të përdorte pronën e saj. Pra në një ose më në mënyrë tjetër kanë sajuar një testament dhe hyn forcërisht, pra thyen bravën, thyen derën dhe hyn forcërisht duke uzurpuar, duke cënuar pronën e personit. Dhe kjo pronë ishte pronë e një emigranti i cili me djersën e tij, me kursimet e tij për shumë vite kishte bler një apartament në Tiranë. Çfarë ndodh? Policia ngres supet, edhe pse zonja hyri forcërisht, duke thyer derën dhe bravën. Dhe si gjithnjë, përgjigjja epike shko drejtohuni gjykatës për të zgjidhur këtë konflikt. Por pra shtëpia jote, djersa jote, mundi yt, befas një ditë rrëmbehen nga dikush, befas një ditë i rrëmben dikush, dhe ti s'ke ç'bën, ti nuk ke asnjë vend ku të ankohesh, sepse shteti është i pafuqishëm për të përballuar ose për të shmangur këtë lloj grabitje. Zgjidhja në fakt nuk është e lehtë, por është e mundur. Duhet një sistem i digitalizuar real, ku emigrantët të kenë akses nga jashtë për të parë dhe menaxhuar pronat e tyre. Duhet të ndalet çdo proces legalizimi që cënon pronën e emigrantit, që cënon në fakt edhe pronën e çdo kujt. Por po flasim për emigrantët dhe duhet të ndalet çdo proces legalizimi që cënon pronën e emigrantit. Çdo legalizim, çdo ndërtim pa leje që është bërë në mënyrë abuzive në pronat dhe tokën e emigrantit. Duhet përveç premtimeve që bëhen si zakonisht para fushatave elektorale, duhet që shteti të krijojë një mbrojtje ligjore automatike për pronat e emigrantëve, për pronat e trashëguara të emigrantëve që nuk janë të regjistruara, veçanërisht kur zotrusi ndodhet pra jashtë. Siç e tham, ka prona të shumta që vinë, që emigrantët i vinë nga trashëgimia, pra fitimi i pronësisë vjen nga trashëgimia, nga baba, nga nëna, nga gjyshi e të tjerë. Pa emigranti gëzon një pronë që vjen nga trashëgimia. Kjo pronë, për shkak të burokracive, për shkak të një ose dy arsye, për shkak të largësisë, nuk është regjistruar pra në regjistrin hipotekor. Shteti, në mënyrë të menjëhershme, duhet të ndërtojë një strukturë të posaçme për të marrë në mbrojtje këtë prona të emigrantit, sepse në qoftë se një person ndodhet në Shqipëri, ai është prezent aty, mund të marrë masa shumë shpejt dhe shumë më mirë se emigrantët që nuk ndodhen këtu, që kanë pra mungesë informacioni, që kanë mungesë aksesi. Pra shteti duhet të krijojë një mbrojtje të posaçme për pronat e emigrantëve që jetojnë dhe punojnë në vendin fqinj. Vetëm do t'ju sjell një fakt
një fakt real, një statistikë. Vetëm në shtetin grek, në Greqi pra, 60% e personave që jetojnë në këtë shtet kanë probleme me pronën. Një numër pra katastrofik. 60% e personave që jetojnë në Greqi kanë problematika të ndryshme me pronën. Pra, duket qartë sa e rëndësishme, sa e domosdoshme është ndërhyrja e shtetit me disa ligje të posaçme, me disa ligje që duhet i nxjerrë rishtasi për të mbrojtur pronën, për t'i dhënë akses emigrantit që të ketë kujdesje më shumë për pronën e tij dhe për të marrë në mbrojtje një farë mënyre pronën e emigrantit që, siç e tham, konsiderohet mall pa zot. Asnjë nisëm s'është ndërmarrë, asnjë mbrojtje. Gjatë gjithë këtyre viteve është me të vërtetë për të ardhur keq, por prona e emigrantit ka ngelur mall pa zot. Duhet të ngrejmë bashkarisht zërin. Duhet ndoshta të bëjmë një peticion, duhet kërkuar së bashku pra mund të fitojmë, së bashku mund të arrijmë të fitojmë drejtësinë, së bashku mund të shmangim abuzimet, së bashku mund të kërkojmë të ndryshohen disa ligje, të merren nisma ligjore, të krijohen ligje të posaçme për mbrojtjen, siç e thash, për mbrojtjen e emigrantëve. Mos konsiderohet më toka e emigrantit mall pa zot. Toka e ka një zot, e ka një pronar të ligjshëm. Prona e këtyre njerëzve pra duhet merret, siç e tham më një herë, në mbrojtje nga shteti. Nuk duhet të ketë më individ që kanë punuar 25 vite në Greqi apo gjet në Itali apo gjet dhe kur vinë shtëpia e tyre është një derë tjetër, një pronar tjetër, ka ndryshuar pra totalisht, nuk e gëzon më pra, ka humbur me fjalë të tjera. Këtu duke u sjellë këto shembuj, do ta mbyllim këtë episod për sa i përket pronës të humburit të emigrantit. Nëse po dëgjon këtë podcast në një dhomë në Milano, në një kafe në Athinë apo nga ndonjë banesë në Paris, e di që kjo histori mund të jetë dhe historia jote. Ndoshta është ajo që ti po përjeton tash, ndoshta është ajo që ke frikë të përballesh ose ta thuash. Ky podcast është për ty, fakt, për të dëgjuar zërin tënd, sepse ti nuk je vetëm, ne nuk jemi vetëm. Së bashku, pra mund ta ngrem zërin, mos jemi vetëm, së bashku mund të krijojmë nisma, së bashku zëri jon mund të jetë më i fortë dhe mund të dëgjohet nga organet ligjbatuese. Së bashku mund të krijojmë platforma, mund të ndërpresim rrugën e këtyre abuzimeve. Pra, mos nguroni të na shkruani, të ndani historitë tuaja me ne, ose historitë të afërmve tuaj që janë të ngjashme me këto që sapo folëm. Ne jemi këtu për t'ju ardhur në ndihmë, për t'ju këshilluar, për t'ju dhënë këshilla dhe mendimet tona. Për sa i përket episodit të pronës së humbur të emigrantit, sot do ta mbyllim për të vazhduar pra një episod tjetër, radhës që vjen, duke mirëpritur të gjithë personat që do të na shkruajnë. Por podcastin ton nuk do ta mbyllim këtu, sepse për sa i përket temës tjetër që ne zakonisht e diskutojmë dhe këtë temë, është një temë tjetër delikate, tema e divorcit. Radhës që shkoi, ne fsollëm para jush prona pas divorcit. Kujt i përket, si duhet të ndahet prona pas divorcit, hapat që duhet të ndërmarrë secili ish bashkëshort për pas divorcit, për të qenë korrekt me ligjin dhe për të përfituar atë që i takon. Sot ne do t'i përgjigjemi një individi që ka shkruar në numrin ton, ka kërkuar një mendim se si ndahet prona në qoftë se prona nuk është ende e regjistruar në regjistrin hipotekor në ASHK, pra në kadastër, pasi kjo pronë është futur në sistem legalizimi. Personi ka kërkuar ndihmë me këshilla dhe mendimet tona për të marrë një informacion se si duhet cilët për sa i përket pronës të cilat janë në proces legalizimi. Po ju kujtoj edhe një herë ligjin ton për sa i përket ligjet posaçme në kodit familjes. Si ndahet prona pas divorcit. Prona në çdo rast pas divorcit për çdo sent të luajtur
ose të paluajtshëm që është vënë pas martese, i nënshtrohet një pjesëtimi pasuror të përbashkët. Pra të dy ish bashkëshortët kanë të drejtë të marrin pronën gjysmën njëri, gjysmën tjetër. Në të njëjtin nivel, në të njëjtën strukturë, në të njëjtin ligj do të shkojë dhe prona e cila është futur në legalizim. Pra nëse bashkëshortët kanë qenë të martuar dhe gjatë kësaj periudhe nga martesave kanë ndërtuar një shtëpi, një vilë apo diçka tjetër, dhe këtë pronë kanë futur, ka qenë një ndërtim pa leje, pra dhe e kanë futur ta regjistrojnë ose ta legalizojnë duke e pajisur me dokumentacion të rregullt, e kjo pronë sigurisht i nënshtrohet pjesëtimit pasuror të përbashkët, pra i takon gjysmës 50 të dy ish bashkëshortëve. Në formularin e legalizimit qëllonte që shpesh të futet emri i një bashkëshorti ose kryefamiljarit. Pra në formular, në kërkimin për legalizim gjendet vërtet emri i një bashkëshortit, por personi tjetër ka të gjitha të drejta të barabarta që të kërkojë sigurisht pjesë për sa i përket pronës që do të vijë legalizuar, do të legalizohet. Momenti më i mirë, nëse shikoni pa drejtësi, nëse shikoni që duan t'ju përjashtojnë nga pronësia, nga pjesëtimi i pasurisë, është të kërkoni ndërhyrjen në legalizim, pra të përfshiheni në legalizim. Kjo sigurisht do t'ju marrë pa kohë, po është më mirë se sa të dini pa gjë ose të dini pa pronë, vetëm se ka qenë në proces legalizimi dhe këtë pronë duhet ta gëzoj bashkëshorti që ka emrin aty. Kjo nuk është e vërtetë. Përfitojnë pra të dy bashkëshortët nga prona që do vi ose që është futur për legalizim. Duke mirëpritur çdo koment, duke mirëpritur çdo telefonat, çdo mesazh, ne do t'ju kthejmë përgjigje sapo të mundim, do mundohemi që t'ju vim në ndihmë me këshillat dhe mendimet tona, me orientimet tona. Pra mos zguroni të na shkruani në numrin ton telefonit dhe mos zguroni të bëni subscribe në kanalin ton. Ky ishte episodi i sotëm edhe për këtë ditë. Ju falenderoj nga zemra dhe natën e mirë nga unë avokat Artan Gjuzi.